Ka përmirësime të lehta në cilësinë e debatit parlamentar për vitin 2025, por megjithatë nuk ka rezultate të larta, respektivisht nga mundësia 1 deri në 10, ai ka marrë vlerësimin mesatar 5/7. Opozita shënon aktivitetet më të mëdha se deputetët e pushtetit, ndërsa është vërejtur edhe rritja e aktivitetit të deputetëve të opozitës nga partitë politike shqiptare. Përmirësim ka edhe në paraqitjet e deputetëve, respektivisht janë zvogluar fyerjet personale dhe ofendimet mes kundërshtarëve politik, por është vërejtur se fjalimet e tyre janë dobët të argumentuara. Дека ниското ниво на аргументација во репликите и контрарепликите ја бутка целокупната оценка генерална. Класично и разбирливо позицијата секогаш повеќе има настапи и тоа го мериме. 63% од настапите се на опозиционите пратеници, 37% се од владата, од власта, пратениците на власта. Deputetët kanë dështuar dhe në debatimin për grupet e ndjeshme dhe të marginalizuara të qytetarëve. Për të rinj dhe të ardhmen e tyre diskutohet pak, dhe kjo vetëm kur ka kritika të ndërsjella se kush është fajtor për emigrimin e tyre. Sa i përket Institutit të Zyrave për kontakt me qytetarët, është vërejtur funksionimi dobët, ndërsa disa deputet fare nuk kanë pasur kontakte dhe qytetarët më shpesh kanë kërkuar ndihmë për punësim. Најчесто теми кога станува збор за работа и работен однос можете да претпоставите, тоа се теми за вработување, но можете да видите дека има иницијативи за транспорт и инфраструктура, за социјални услуги. Толку се поделени граѓаните во однос на политичката припадност да просто не се осмелуваат да влезат во канцеларијата на друг пратеник, бидејќи ќе бидат перцепирани како да припаѓаат одредена политичка партија. Nga NDI njoftuan se nga 27 prilli deri më 5 maj do të nis karavani vjetor për kontakte të drejtpërdrejta të qytetarëve me deputetët, në të cilin do të vizitohen 8 qytete. Në këtë karavan do të promovohen mjetet për afrimin e punës së kuvendit dhe deputetëve me qytetarët.